televizionit të UTA vazhdojmë të jemi së bashku në të ditë feste të Kurban Bajramit. Bisedat tona janë të shumta, intervista nga më të ndryshmet e në këto momente unë kam së bashku me Egzonën në studio, një vajzë e cila rezaton bukurie dhe mirësi edhe besoj se edhe shumë dituri duke qenë se është nxënëse e shkëlqyer në medresen në Tuzë. Kënaqësi të jemi së bashku, Ildeorina Lekperić, gëzuar Bajramin, mirë se na vjen në studio. Mirë se erdhe dhe gëzuar. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, me gëzim edhe juve dhe çdo besimtarit musliman. Mirë se erdhe edhe një herë. Ne e dim që je nxënëse e vitit të tretë në medresen në Tuzë. Na trego si e përjeton ti festën e Kurban Bajramit dhe atmosferën e tij. Medreseja është tempulli i diturisë, ku gjithmonë mbi të gjitha synohet të mësuarit të së vërtetës. Duke e marrë për bazë të vërtetën, mbi këto themele nxënësit ndërtojnë ato shtëpitë e tyre të njohurive, nga baza pa lohatje e deri në detaje. Duke u nisur nga ky fakt të përjetuarit e kësaj feste kaq madhështore, nga ana e një nxënësit medreses, vjen nga vetëdijsimi i tij apo saj lidhur me këtë temë. Në radhë parë duhet të pyes veten, mendoj unë çfarë më mëson mua si njeri, kjo festë duhet ta ndërlidh atë me qenien e vet që të arrijë deri tek një përjetim kuptim plot, çka dhe kjo festë ka qëllimin. Ildeorina, si ishte përzgjedhja jote për medresen? Nëse të pyes kështu vetë zgjedhja që ti je pjesë e saj. Medresen e përzgjodha sepse përveç njohurive që marrim bazë, medreseja na mëson edhe shkencën e qenurit njeri, edhe shumë gjëra tjera në lidhje me këto dhe për këtë punë e përzgjodha sepse mendoja se do ishte një formim i mirë për mua në gjitha aspektet. Me që je nxënëse e medreses, patjetër nuk mund t'i anashkalojmë edhe pyetjet për këtë festë që kemi ne sot. Me trego çfarë simbolizon sakrifica e Kurban Bajramit për besimtarin musliman? Njëherë si fillim do ta cek një ajet shumë të bukur, ajeti 56 në surën Dhariyat, ku thuhet: unë nuk i krijova gjindët dhe njerëzit për tjetër post që të më adhurojnë. Nga kjo ajet kuranor kuptojnë qartazi se qëllimi i njeriut i ardhjes në këtë botë është të adhurojë krijuesin e vet. Atë të cilin i dha jetën, e krijoi në mënyrë më të përsosur, e lartësoi pra nga gjitha krijesat e tjera, duke ia dhënë pushtetin dhe duke ia dhënë të gjitha këto të mira të pafundme në shërbimin e tij. Nga kjo dalim në konkluzion se krijuesi ynë është shumë i mëshirshëm dhe shumë i dashur me njeriun, saqë njeriut i vjen në mënyrë të natyrshme të zgjedhë sakrificën si lloj e adhurimit gradës së lartë. Pra, ky shembulli i sakrificës së kurbanit i rikujton çdo besimtari musliman se duhet i nënshtrohet Zotit të vet me përrullësi dhe bindje të plotë. Po ashtu ky shembull na dëshmon se pas sakrificës, pas vështirësisë, vjen lehtësimi, edhe festa, pra siç është edhe festa Kurban Bajramit, ndodh pikërisht ajo që thuhet në surën Inshirah, ajeti 56. Pa dyshim, pas vështirësisë vjen lehtësimi, me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Si e re që je dhe themi me gjithë, jo vetëm ato shokët dhe shoqet që i ke në medrese, por në përgjithësi, si mendon ti, sa kuptojnë gjenerata e re, le të themi rëndësinë e kësaj feste, rëndësinë shpirtërore të saj? Për të kuptuar rëndësinë, e diçka i do të kemi njohuri dhe dituri rreth saj. Përpara se të kuptojmë diçka, duam të kuptojmë. Së pari duhet marrim njohuri, pastaj të vetëdijsohemi në lidhje me atë temë. Pra, sa më koshient dhe sa më të vetëdijshëm që t'jemi në lidhje me këtë temë, ajo koshiencë na ndihmon neve që të mos e kalojmë duke festuar në mënyrë sipërfaqësore, por të zbresim tek mesazhi që mbahet në vete. E tani sa kupton secili prej të rinjve, pa dashur ta marrim kështu si masë në përgjithësi, sepse
fundja se cili jemi individ në vete, aq sa jemi të ngjajshëm, aq jemi dhe të ndryshëm. Shumë e vërtet. Po, por te kjo ndikon shumë faktor, po unë do i përmendi më të rëndësishmit, vullneti që ka për të kuptuar. Ose mungesa ati që sjell neglizhencën. Po ashtu ndikojnë edhe rrethi, familja, ato janë të cilët e ushqejnë një të ri me edukat, besim, dije. Pra, nga gjitha këto, kjo ndodh pra si në rastin e bimëve, që nëse i gëzon kushte që i ka për rreth, lullzon. E nëse jo, është e destinuar të vyshket. Mirë po, tek njeriu është vullneti. Pra, vullneti është ai komponenti kryesor që pengon vyshken të themi ndërthojsa. Mirë po mendoj që vullneti është dhurata më madhe që është dhënë krijuesit, por ndoshta përgjigja më përshtatshme për pyetjen sa kuptojmë, do t'ishte pyetja sa duam ta kuptojmë. Si çdo gjë, ndoshta ne ndonjëherë edhe në të përditshmën tonë shumë gjëra themi këto që na the edhe te sa duam, kështu që qëndron e gjitha. Ashtu si që e the shumë bukur, vullneti është dhurata më e madhe që krijuesi ka dhënë njeriut. Më trego çfarë ju mund mësohet nxënësve në medrese për të mësuar rreth solidaritetit dhe kësaj feste të Kurban Bajramit, rreth ndihmës për të ndihmuar njëri tjetrin e kështu me radhë. Po pra, në medrese sunohet na mësohet shkenca të qenurit njeri. Përpara se të mësojmë ose të marrim paraprakisht njohuritë e çfarëdo lloj profesioni. Pra, duhet të jemi njerëz që të funksionojnë në rolin e atyre profesioneve ashtu siç duhet. Të qenurit njeri mbart me vete si një ndër pikat më kryesore, solidaritetin dhe ndihmën ndaj njerëzve dhe çdo qenie tjetër. Nuk mund të themi që jemi njerëz në momentin kur tjerët kanë nevojë për ne, dhe ne pavarësisht mundësinë nuk kemi atë gatishmërinë për t'i ndihmuar. Pra, to azjasim dorën në momentet e tyre më të vështira. Ildërina, të jesh në një moshë të re, le të themi, edhe të përballesh ndoshta me në thojza me dy botë. Është kjo bota moderne që dita ditës vjen edhe më shumë, kemi gjëra më shumë, le të themi, moderne. Nga ana tjetër të jenë nxënëse e medreses, ku mësohet për fenë islame, po, edhe në, le të themi, në traditat islame. Si e gjen ti veten? Si bëhet ky balanci? Po tashti në këto kohë moderne të rinjve, të qenurit bashkohor, apo një njeri modern mendoj që nuk ju pengon apo provon nga zhvillimi dhe edukimi i tyre fetar, po ashtu dhe ndjekja traditës islame. Sikurse të qenurit njeri me edukat fetare, nuk i pengon që të integrohet në një shoqëri pra moderne. Përkundrazi, këto të dyja janë pika shtyse që ndihmojnë të rinjve të bëhen shembuj për të ndjekur dhe në një mënyrë indirekte ndihmojnë në zhvillimin e një qytetërimi, sepse rinia dhe vetëm rinia e kanë atë forcën për të mbartur mbi supe një qytetërim të tërë. Ildorina, më trego cili është ai moment më i veçantë dhe momenti më i bukur që ti e ke në mendje kur vinë këto festat, festa e Fitër Bajramit, festa e Kurban Bajramit, cilat janë ato momente që ty të spikasin më shumë dhe të gëzojnë më tepër? Pa dyshim se ne çdo festë më bukur e përjetojmë dhe kujtojmë kur jemi fëmijë. Pra, ndoshta momentet më të bukura, të paktën për mua, ishin kur ishim të vegjël, kur ndihmonim mamat tona në përgatitjen e atyre ëmbëlsirave të Bajramit, shkonim për vizitë të këta afërmit, shokët, shoqet, luanim së bashku, hynim në ato gara se cili prej neve ka fituar bombona më shumë. Pra, mendoj se këto janë kujtimet pafundme që nuk do harrohen. Po tani si e përjeton? Që e rritur pak? Edhe tani e përjetojmë bukur, por tani është një diçka më bukur si që ceka dhe në fillim, se kur kemi qenë fëmijë, jemi gëzuar çdo gjë, çdo feste. E kemi kaluar pra duke festuar në atë mënyrë sipërfaqësore, por tash duke e ditur mesazhin e tij, ne reflektojmë edhe në atë anën shpirtërore.
Çfarë mesazhi do doje t'ju jepje ti bashkëmoshatarëve tu për këtë festë? Do doja t'ju jepja një mesazh shumë thjesht, dhuroni dashuri, jo vetëm në festa, por sikur se çdo ditë të ishte festë. Pra kur e them këto, njëherë duajini vetën, krijuesin tuaj, njerëzit përreth dhe çdo qenie që u rrethon, pra trajtoni ato me dashuri. Unë dua të ndalem përsëri tek medreseja. Më trego sa ka ndikim, ndoshta edhe tek formimi edukativ dhe i moralit tek një i ri në këtë medrese. Po, jo vetëm medreseja, por shkolla si shkollë ka një ndikim të konsiderueshëm. Tash, për të mos thënë 100%, por 1% të madhe ndikon në formimin e një të riu. Në formimin nga cila ndoan ta shohim, nga jo shpirtërore, mendore, fizike, emocionale, personale, profesionale, nga gjitha këto, sepse këto janë plot ngjyra dhe nuanca që bashkë në harmoni e bëjnë atë tablon që secili prej neve reflekton. Ildorina, mendon se festat na bashkojnë më shumë? Si e sheti? Natyrisht që po, në mënyrë të veçantë Islami është festë xhamati ose bashkësistemi ne. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se na bashkon. Pra i grumbullon njerëzit si në raste feste, të gëzimi, si në raste ngushëllimi, në raste nevoje, po ashtu edhe në adhurime, pra siç e dim dhe vetë. Por qëllimi kryesor është që të festojmë në harmoni, në paqe, ne si antarë të fesë islame bashk, por edhe me të tjerë që i përkasin ndonjë besimi apo bindje tjetër. Këtë duhet më së miri ta përvetësojmë ne, për shembull si banorët Malit Zi, që jemi një shtet multietnik dhe multifetar, mendoj që është shumë e rëndësishme të kemi tolerancë ndërfetare dhe ndëretnike, në mënyrë që këto festat na bashkojnë me njëri tjetrin, pra të mos i shohim si pretekse për ndarje apo për konflikte, por si diversitet dhe shumëllojshmëri së bukurës. Shumë e bukur, kjo që tha. Ildorina, cili do të ishte ai urim për të gjithë ato besimtarë musliman që sot po gëzojnë dhe po festojnë këtë festë të Kurban Bayramit? Me rastin e Kurban Bayramit, ju uroj shëndet, paqe, lumturi, mbarësi paqen gjithmonë në familjet e tyre, kudo që ndodhen, anë mban botës, festofshi dhe gëzofshi gjithmonë. Gëzuar, Ildorina. Faleminderit. Edhe uroj shumë që në të ardhmen t'jesh pjesë e televizionit. Artikulimi yt edhe mesazhi yt vjen aq bukur edhe ëmbël edhe pastër, saqë nuk e di cilat janë dëshirat tua për të ardhmen, por uroj që pse jo në një pjesë të sajën tjetë edhe media, le të themi, dhe ajo çfarë ti artikulon për gjithë ato që na shikojnë. Gëzuar për ty dhe për familjen tënde. Gëzuar dhe juve. Kënaqësi. Egzona, me qenë se jemi tek medreseja, ka qenë një pjesë e ekipit tonë në teren, pikërisht në medresen në Tus, për ta vizituar, për të marrë përshtypjet edhe nga atje. Ildorinën e kemi në studio sot, por të kalojmë. Vazhdojmë me një pjesë nga medreseja atje në Tus.